Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studion e programit Music Plus me njërën pas hapësirës së parë muzikore dhe në këtë moment në studio është bashkuar I ftuari për sot Pastor Patriot Hoxha, mirë se ke erdhur, kënaqësi të jemi së bashku në këtë të Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta, gëzuar Pashkën gjithashtu. Gëzuar Pashkën dhe në fakt e vlerësoj vërtet shumë që je sot në këtë bisedë për të përcjellë më tepër mesazhe, më tepër inkurajim se jo për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe ndoshta janë duke menduar më tepër për këtë të shtunë të Pashkës, se si mund të afrohen gjithmonë edhe më tepër tek Perëndia dhe mbi të gjitha se si mund ta pranojnë atë si Zot dhe shpëtimtar në jetën e tyre. Prandaj, përpara se ndalemi më tepër tek këto pyetje, si po e përjeton këtë javë të Pashkës, çfarë e bën atë të veçantë për besimtarët? Sigurisht Pashka është një moment shumë I veçantë në vit për të gjithë ne besimtarët që ndjekim Krishtin dhe I shërbejmë Krishtit dhe jemi shpëtuar nëpërmjet gjakut dhe sakrificës së Tij. Është si thua përkujtimi I asaj vepre më madhështore që Perëndia ka bërë për njerëzit, duke treguar dhe vullosur dashurinë e Tij për mbar njerëzimin me anë të ardhjes së Krishtit në mish dhe sakrifikimit të Tij në kryq, mbajtjes së gjithë mëkateve tona, edhe shlyerjes dhe pagës që ai dha për të gjithë ne që të bashkohemi, të pajtohemi me Perëndin, të shpëtohemi nëpërmjet gjakut të Tij. Kush ndjek Krishtin me besim, tashmë e ka marrë jetën e përjetshme me Perëndin. Jezusi ka thënë tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 11, vargu 25 dhe 26. Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes do të jetojë, dhe ai që jeton dhe beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë." Ai beson këtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse vërtet ai është ringjallja dhe jeta. Në Krishtin është jeta e përjetshme. Besoj e kujtojmë atë episodin që shumë dishepuj e lanë Krishtin edhe u larguan për shkak të asaj që ai shpalli të vërtetës. Edhe ai u drejtua dishepujve të Tij edhe ju tha: "A doni dhe ju të largoheni?" Dhe Pietri I tha: "Zot, po ku të shkojmë? Sepse vetëm tek Ty ka jetë e përjetshme, fjalë të jetës së përjetshme." Pra ai është vetë jeta dhe kushdo që e pranon është në jetë. Ka kaluar tashmë nga vdekja në jetë. Edhe diçka që më vjen spontanisht në këto momente nga kjo që sapo ndave, ndoshta shumë njerëz janë duke na ndjekur në këto momente mund të jenë në këtë pikpyetjen e Pietrit. Ndjen sikur nuk kanë një busull, një orientim, o Zot ku të shkojmë, çfarë të bëjmë, çfarë do të thoshe për këta njerëz? Besoj që e vetmja zgjidhje dhe e vetmja mënyrë që ata mund të njohin Perëndin dhe të pajtohen me Perëndin është nëpërmjet gjakut të Krishtit, se nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka lënë Perëndia ndonjë rrugë tjetër që njerëzit të mund të ndjekin atë rrugë. Është vetëm një Perëndi, është vetëm një udhë, unë jam udha e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Tha Krishti dhe ashtu është. Dhe në qoftë se vërtet duan që të pajtohen me Perëndin, Krishti është këtu. Oferta dhe dhurata e Perëndis janë për të gjithë njerëzit. Mjaft që ta pranojnë, të hapin zemrën, të pendohen, edhe të kthehen tek fjala e shëndosh, edhe e shenjtë e Perëndis. Sot pastor, dua gjithashtu të ndalemi tek shpresa që mbart kjo periudhë, si do ta përkufizojë shpresën dhe çfarë roli luan ajo në përgatitjen shpirtërore gjatë gjithë javës së Pashkës, por edhe në këtë të shtunë? Po, varet për çfarë shpresë po flasim, por ne po flasim për një shpresë që është një shpresë
për përjetësinë. Po. Ku do ta kaloj njeriu përjetësinë? Cila është shpresa që njeriu ka? Edhe ku ka mbështetur shpresën e tij. Dhe në historinë e vet që në kohët e lashta, po të shikoj me kujdes, vet ato si thua shkencat e asaj kohe të mumifikimit, në thelbin e vet, në egjiptianët e lashtë nuk kishin gjë tjetër veçse besimin në botën e përjetshme, në jetën e përjetshme. Ta mendosh ashtu. Dhe vërtet kanë ecur me këtë mentalitet, por nuk është mentalitet, është në genet e njeriut, sepse ne u projektuam nga Zoti, u krijuam nga Perëndia për përjetësi. Dhe njerëzit sot vazhdojnë të besojnë te shkenca se do gjejnë genin e mosplakjes edhe të jetës së përjetshme. Dhe ato metodat shkencore të mumifikimit të asaj kohe janë zëvendësuar me këto metodat moderne me frigorifera special ku mund të futin trupat, mund të paguajnë ca lekë dhe dikur do kthehen përsëri në jetë që të gjitha këto gjithmonë nuk kanë bërë asgjë tjetër në njerëzimi vetëm se kanë si thua kanë sjell zhgënjim. Dhe çdo ëndër e tillë, çdo shpresë e tillë ka vdekur bashkë me ata që e kanë bërë këtë gjë. Vetë ata që merren me këto gjëra një ditë vdesin. Dhe kjo çfarë na tregon? Na tregon që vdekja në jetën e njeriu nuk erdhi si pasojë e një gabimi shkencor të njerëzve. Sepse po të ishte një gabim shkencor do ta kishin korrigjuar. Po. Jo, erdhi si pasojë e mëkatit që bëri Adami dhe Eva. Dhe u ndan përjetësisht nga Perëndia. Kjo është vdekja e përjetshme. Pra ndarja e përjetësisht nga Perëndia, nga drita, nga paqja, nga gëzimi dhe dashuria që është pranë Atit. Dhe njeriu ishte i pafuqishëm për ta ripërtërir ose si më thënë për të rikthyer dhe për të pajtuar me Perëndin. Ndryshe do ta kish bërë Adami dhe Eva. Por duhej dikush tjetër më i fuqishëm, pa mëkat, që të mund ta realizonte pikërisht këtë projekt të Perëndis, pra ripajtimin me Zotin dhe shpëtimin e njerëzve nga zemërimi i drejtë dhe gjykimi i Perëndis. Tek letra e parë e Korintasve kapitulli 15, vargu 20 deri në 23 Bibla na tregon: por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi edhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu. Sepse ashtu si kur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin, por secili sipas radhës së vet. Krishti fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Pra ishte Krishti dhe është Krishti që është i gjallë dhe ai është shpresa jonë. Pra ne të gjithë kemi një shpresë të gjallë, jo një shpresë të vdekur, jo një shpresë që do na zhgënjej, por është një shpresë e gjallë. Dhe ne këtë jetojmë, me këtë shpresë jetojmë. Ne tani kemi hyrë në përjetësinë e Zotit. Besoj e kujtojmë fjalën e tij kur thotë që mbretëria e Perëndis tashmë është në ju. Dhe mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por është paqja, gëzimi dhe drejtësia në frymën e shenjtë të Zotit. Dhe këto janë të përjetshme. Pra Jezusi është vetmja shpresë e gjallë për mbar njerëzimin. Nuk ka shpresë tjetër, as në shkenca, as në njerëzit e vdekshëm, as në qeveritarët e fuqishëm të kësaj epoke, as në ndonjë qenie tjetër, qoftë qiellore, qoftë toksore, qoftë ujore, nëntoksore. E vetmja shpresë që njerëzit kanë për jetën e përjetshme me Perëndin është Jezus Krishti. Dhe duhet të të pyes se si ndikon kjo shpresë në jetën e besimtarëve, sidomos kur ata jetojmë në një realitet që na sjell shumë vështirësi, shumë sfida, dhe kur këta besimtarë përballen me sfida dhe kanë nevojë ndoshta për një fillim të ri. Kjo është e vërtetë. Në këtë jetë Krishti thotë do të keni mundime. Dhe ai tha unë po largohem sepse princi i kësaj bote do të sundoj dhe unë nuk kam asgjë të përbashkët me të. Dhe ne e dim kush e sundon botën historikisht. Dhe të gjithë përballen me sfida. Do të thënë si ata që janë besimtar dhe ata që janë jo besimtar. Ndryshimi është që ne si besimtar pikërisht e kemi mbështetur shpresën tonë të gjallë te Krishti. Në të gjitha situatat që kalojmë, se situatat janë të njëjta edhe për jo besimtarët. Ndërkohë që ata që janë jo besimtar
shpresën e tyre e kanë mbështetur diku tjetër. Por ne gjithmonë kemi mundësi nga Perëndia për një fillim të ri, në çfarëdo niveli që të jemi, sepse rrethanat edhe situatat që ne kalojmë dhe Perëndia lejon që ne t'i kalojmë në këtë jetë janë të përkohshme. Në krahasim me atë që ne shpresojmë që është e përjetshmja, ajo është më e rëndësishme se sa kjo që jemi duke jetuar. Prandaj shpresa e gjallë në besimtarët gjithmonë ju jep një derë të hapur dhe një mundësi të re që të vazhdojnë me Zotin, të shpresojnë gjithmonë tek Perëndia, pavarësisht situatave dhe vështirësive që mund të kalojnë. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të vazhduar bisedën sot në studio me Pastor Patriotin, por në këtë moment e ju ftoj të ndiqni këngën Kjo botë kërkon për një ero kënduar nga Gloria Nur. E rikthehemi pas pak. Për një ero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbretën, sondimtar i kombeve, i cili mori trajt shërptori dhe vdi që ne të gjejmë shpëtim. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje vdekjes na çliro. Me Jezusin e s'kemi frikë më, djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi kombe, me shtatrësi e do të vi. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni fitimtar. Ai është kampioni. Kjo botë kërkon për një ero është kënga që sapo keni ndjekur për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Pastor Patriotin, dhe pyetja që kam në këtë moment është se në çfarë mënyre mund të ndërtojmë një atmosferë patjetër më të përkushtuar dhe plot shpresë në komunitetin në cilin ne jetojmë, në komunitetin ku shërbejmë, jo vetëm gjatë kësaj jave, por edhe përtej javës së Pashkës. Besoj që është mjaft që të zbatojmë urdhërimin që Jezusi ka thënë: "Dua jetë afër min tënd, por si vetveten, dhe mundohu që të bësh atij atë që do të dëshiroje ti që ai të bënte ty." Në rast se besimtarët e vërtet do ta zbatojnë këtë urdhërim të dytë, që është pothuajse i barasflefshëm me të parin: "Duaje Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë mendjen, me gjithë forcën tënde, me gjithë shpirtin tënd, dhe nuk do kesh perëndi tjetër." Besoj që është mjaft. Edhe patjetër që ne do ndërtojmë komunitetin në të cilin jetojmë me shpresën që ne kemi.
edhe nëse ata nuk e kanë këtë shpresë, ata do shikojnë që dikush e ka këtë shpresë. Dhe vërtet do reflektojnë edhe do shikojnë, do kenë mundësi pra që të njohin Perëndin, të njohin udhën e vërtet për tek Perëndia që është Jezu Krishti. Ne ndonjëherë si njerëz i komplikojmë gjërat, fjala është shumë e qartë, e thjeshtë, por Shumë ne e thjeshtë, përpiqemi t'i bëjmë gjërat në atë mënyrën tonë, në formën tonë. Çfarë kësille praktike do t'ju jepi e gjithë atyre që ndoshta sot janë duke na ndjekur dhe ndihen në një situatë jo fort të mirë shpirtërisht, ndihen të lodhur ose sikur e kanë humbur shpresën mes gjithë shka që bota fatkeqësisht na ofron sot? Patjetër që çdo njeri që është në këtë botë ka probleme të ndryshme. Vuajtjet janë të natyrave të ndryshme. Mund të ketë njerëz që kanë vështirësi fizike, mund të ketë njerëz që kanë vështirësi emocionale, frymërore, shpirtërore, kanë vështirësi financiare, kanë vështirësi marrëdhëniesh, janë shumë gjëra të cilat përbëjnë jetën e njeriu dhe në të gjitha këto aspekte njerëzit hasin vështirësi të ndryshme dhe mundet që një moment humbasin shpresën fare për diçka që nuk e realizohet dot në jetën e tyre. Fjala e shenjtë është gjithashtu këshilltari më i mirë për ne të gjithë. Tek letra e Jakobit thuhet shumë qartë, a vuan ndonjë nga ju? Është pyetja. Dhe pastaj përgjigjja është le t'i lutet Zotit. A është ndonjë nga ju i sëmur? Le të paraqitet përpara pleqve të kishës, ata të luten, të vajosin dhe Zoti le të bëj punën e tij. Kështu që e kemi një mundësi, e kemi një këshill, e kemi një ngushëllim. Jo më kot Krishti tha para se të largohej, unë nuk do t'ju lë bonjak, por unë do të dërgoj ngushëlluesin, frymën e së vërtetës, frymën e shenjtë që është në ne dhe që kur nuk do largohet nga ne. Pra t'i lëm vend si besimtar frymës së shenjtë që është në ne, që të drejtojë jetën tonë dhe të riparojë të gjitha ato situata dhe të gjitha ato vështirësi që ne t'i kalojmë bashkë me Perëndin. Si mund ta përdorim këtë javë të Pashkës, mbi të gjitha për të forcuar shpresën në jetën tonë dhe për ta reflektuar atë edhe tek të tjerët. E theksoj shumë këtë sepse ndoshta në këtë javë ne jemi patjetër më të ndjeshëm, më të hapur, me një zemër më të hapur edhe përpara Perëndisë, por edhe përballë njerëzve të tjerë, por shumë e rëndësishme që këtë shpresë, këtë dashuri, këtë sakrificë që Krishti bëri në kryq, ne ta reflektojmë edhe tek të tjerët në jetën tonë të përditshme. Kjo është shumë e rëndësishme që me të vërtet ata që kanë marrë Krishtin brenda jetës së tyre dhe jetojnë me Krishtin dhe për Krishtin, ndjekin atë çdo ditë jetës së tyre. Sigurisht që do ta reflektojnë. Është e pamundur që një njeri që ka Krishtin brenda vetes dhe ka jetën e përjetshme, ka dritën të mos ta reflektojë. Është e pamundur të mos ta pasqyroj tek të tjerët. Prandaj është shumë e rëndësishme që jo vetëm kjo javë të jetë si një ngacmim për besimtarët, por edhe për jo besimtarët, por thjesht është ai momenti që ne duhet të meditojmë thellë për këtë vepër kaq të fuqishme që bëri Perëndia. Dhe të jemi në lutje tek Perëndia dhe të kërkojmë edhe nëse nuk jemi mbushur plotësisht ose nuk jemi ende ata besimtarë që Perëndia kërkon të jemi, le t'i dorëzojmë Zotit. Atë pak besim të shkojmë tek Perëndia përsëri, sepse ai do na forcojë, ai do na ripërtëri në forcat tona, edhe ai do bëj që ashtu siç premtoi tek Ungjilli sipas Gjonit, duke i thënë gruas samaritane që ai që pi këtë ujë prej tij do dalin burime ujë. Pra këtë e bën vetëm Krishti në ne. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për besimtarët që kanë situata të tilla, që ende kanë një dritë të dobët ose e fshehin dritën që jo, Krishti është në ne, që ne të reflektojmë Krishtin tek të tjerët, që ata të mund të shikojnë Krishtin e gjallë në këtë botë e errët. Mund të shikojnë rrugën, udhën edhe të vërtetën dhe të shkojnë tek ai.
Shkëputemi për të ndjekur në këtë moment e një tjetër këngë dhe rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka e fundit në bisedën e ditës së sotme, por në këtë moment ju ftoj të dëgjoni këngën Çmik na është Jezus Krishti, kënduar nga Petrina Kalaveshi. Çmik na është Jezus Krishti, në shtora sta i në mbrojt, shprivilegjti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën a lëndoj. O, çgësim shumë e largojmë, o, ç'mundim e heqim kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhit Zot. Kemi nga sjellë dhe mundime, kemi mush me hidëri, letja bëjmë të njohur Zoti, na duron ai gëzi. Gjejmë dot një mik të tillë, tjetër mik si Zotin Krisht. Jo pra zemrën hap tregoj, ç'të mundon ty kotësi. Në jeton në i ngarkuar, edhe parën nuk bandoj. Ngri larg syt dhe shiko Zoti, vetëm mos mundo më kohë. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbeti dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbet mi dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Pastor Patriotin dhe ajo që dua të të pyes në këtë moment është se cili është premtimi që vjen përmes ringjalljes së Krishtit dhe si mund të mësojmë të presim mbi të gjitha me besim dhe shpresë për të ardhmen tonë. Premtimi që Krishti mban në vdekjen dhe ringjalljen e tij, sidomos në fuqinë e ringjalljes dhe jetës që është në të, është jeta e përjetshme me Perëndin. Ky është premtimi. Ai ka premtuar që kushdo që e pranon në jetën e tij dhe kushdo që ndjek dhe zbaton urdhërimet e tij ka jetën e përjetshme. Mos harrojmë edhe në shërbesën në momentin që ai ishte në kryq e vazhdoi shërbesën e tij, njërit prej kriminalëve të penduar dhe që e vlerësoi Perëndin i tha që sot je me mua në parajs dhe ai u përmbush premtimi. Ky është premtimi që ai ka dhënë për të gjithë njerëzit. Mjaft që të hapin zemrën. Tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, vargu 3 deri në 5, thuhet: "Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish, për një trashëgim të paprishëm, të panjollë dhe të pafishkur, që është ruajtur në qiejt për ju, që nga fuqia e Perëndis me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin gati për të zbuluar në kohët e fundit." Pra, është madhështore ajo që ofron Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, vetë Zotit.
Është një shpresë e gjallë, thot. Dhe premtimi është një trashëgim i paprishëm. Njerëzit lën trashëgim gjëra në tokë brezave më mbrapa. Të gjitha janë të përkohshme. Të gjitha janë të pasigurta. Janë trashëgimi që prishen. Kurse jeta e përjetshme me Perëndin është një trashëgimi e paprishme, e përsosur, e pa njoll, atje nuk ka asnjë mëkat, atje nuk ka asnjë devijim, atje nuk ka asnjë shkelje. Është e përsosur, është e pafishkur, pra është jetësore, jeta vazhdon në gjithë shpërthimin dhe vrrullin e saj në jetën e përjetshme të Perëndis dhe nuk ka asnjëherë rënje ose mpakje ose ato që ne shikojmë në jetën njerëzore në tokë. Pra është një premtim i cili është përmbushur vetëm në Krishtin. Nuk gjendet në asnjë tjetër, nuk mundet të gjendet në asnjë njeri tjetër, vetëm në Zotin ton. Dhe në përmbyllje të kësaj bisede, cili është urimi yt për dëgjuesit e Radio Manuel në këtë prag të Pashkës, në këtë të shtunë të pritjes? Po, për të gjithë që e kanë pranuar Krishtin, gëzuar, me të vërtet gëzuar Pashkën, gëzuar, si me thënë, lindjen edhe rilindjen, si thot fjala e Perëndis, bashkë me Krishtin, por gjithashtu dëshira dhe urimi im është që sa më shumë njerëz të tjerë që ende nuk e kanë njohur rrugën e vërtet, nuk e kanë njohur Zotin e vërtet dhe të gjallë që është një, dhe rrugën që është Krishti për tek Perëndia, ta njohin sa më shumë, ende sa ka kohë, sepse zemërimi i Perëndis është duke zbritur mbi këtë botë. Kohët janë duke shkuar me një shpejtësi maramendse. Dhe ngjarjet që janë përshkruar në Bibël dhe janë profetizuar po ndodhin po me të njëjtën shpejtësi. Sa kanë kohë të hapin zemrën, ta pranojnë dhuratën e Perëndis. Sepse është dhurata më e çmuar që njeriu mund të marrë në jetën e tij, jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit, Zotit të ringjallur. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, kënaqësi të ishim së bashku në këtë bisedë, gëzuar Pashkën edhe. Gëzuar të gjithëve, faleminderit dhe juve dhe suksese në programet tuaja. Të falenderoj. Ne shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Unë hy në vendin shumë të shenjtë, sjell nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Në vendin shumë të shenjtë